Përshëndetje shqiptar kudo që jeni. Ju përshëndes nga Tirana, më falni, sepse ke një gabim e internetit, arritun të vem përsëri internetin privat. Kudo që jeni, me çdo vend që ndodheni në botë. Vërtet, keni merak për prindrit tuaj, që i përdor qeveria e 35 vjetëve, qeveria e partisë së Sali Berishës dhe qeveria e partisë të Edi Ramës. Janë të dyja njësoj, janë binjake, janë motra, që të dyja janë anti-shqiptare për 35 vjetë, kanë bërë kushtetutën, si e si, për të vjedhur vetë, për të vrarë, për të dëbuar shqiptarët jashtë atë dheut, edhe kushtetuta për shqiptarët, për 97% të shqiptarëve, nëse një shqiptar u dis një dritë, nuk paguan dritat, nuk paguan ujit, dënohet, dhe janë mbushur burgjet plot për plot të Shqipërisë, sidomos Korça, Fieri, Durrësi, Tirana, Rokozhina, Peqini, kudo janë bërë burgjet vetëm e vetëm për të sunduar, për të deformuar shqiptarët, kurse për veten e tyre vjedhen miliona dollar, nuk dalen as në gjyq. Cila është arsyeja shqiptarët e mi? Gjyqtarët që kanë vënë, prokurorët që kanë vënë, më në krye prokurori i përgjithshëm Çela, janë në heshtje. Vetëm rrinë në koltuk, mendojnë si të vjedhen, mendojnë si të përçajnë shqiptarët, mendojnë si e si të bashkëpunojnë me të huajt. Pse e them këtë? Sepse gjyqtarë dashur shqiptarë, nëse një shqiptar vete për tokën e tij për të kërkuar, o nëse vete për diçka më të vogël, gjyqtarët nuk e bëjnë atë ditë, po ja anullojnë, i thonë hajde një herë tjetër. Mbasi vete e bëjnë gjyqin, e kalojnë në gjyq tjetër, domethënë shkojnë shqiptarët lart e poshtë, vetëm e vetëm për të përçarë shqiptarët, vetëm e vetëm për të ulur autoritetin e shqiptarëve. Shqiptarë, ju e dini më mirë se mua. Ju e dini që dëgjoni në për kafenet, fjalë kafenesh, kurse ne i dim realitetin. Sepse kushtetuta është bërë në Serbi dhe ka kaluar jo 100%, po 1000% idenë e serbëve e provuan në kurrizë të shqiptarëve. E kam fjalën të 97% të shqiptarëve që janë në ditët më të zeza, në ditët më të vështira që ka ndodhur njëherë në historinë e Shqipërisë. Pra shëgojni parlamentin. E pat edhe dije dashur bashkëdhetar të dal pak në parlamenti. Ju nuk i keni zgjedhur. Këta janë të emëruar pamarësisht se flasën në emrin tuaj, flasën në emër të popullit shqiptar. Jam, thot, deputeti i popullit të Shqipërisë. Jam deputeti i Fierit, i Shkodrës, që në realitet këta janë të emëruar. Janë të emëruar nga të dyja partitë që janë bashkë. Të dyja partitë janë motra. Të dyja partitë janë krijesa e bolshevikëve. Dhe organizatori më kryesor planin u bë në Serbi. Dhe u prodhua në Tiranë nga Rami Salia, ai ka zgjedhur të dy partitë. Pra dal në parlamenti. Dije. U ngritën dhe diskutonin. Dhe flisnin, u ngrit një farë Mediu. Një farë Mediu, Fatmir Mediu. U ngrit dhe thoshte që shqiptarët janë në rrezik. Ambasada amerikane ka thënë, sipas fjalës së tij, që Shqipëria është në rrezik nga Irani. E të tjerë. U ngrit i Partisë Socialiste, i quajtur Taulant Balla,
dhe i ka thënë me dyut, mja u bëre si kur ti je Amerikan. Unë po sqaroj të dyve këtyre persona, të dyve të hiqit, të dyve anti-shqiptar, të dyve hajdutve, kriminelve, ordinerë. Mediu, të dashur bashkëdhetar, i quajtur Fatmir Mediu, me mirë të themi i Gërdecit, e dini vetë çdo thot Gërdeci. Ngrihet dhe shkon, po thuaj, çdo 2-3 muaj në Amerikë. Dhe kthehet dhe thot vizitova me Kongresin e Amerikës, vizitova me senator, ka rritur sa thot, unë i njoh të gjithë edhe presidentin. Shqiptarët e mi, a i s'është kurkush, a i është një hajdut, a i është një rrugaç, a i asë e një Amerikan, po, e dikush e një dashur shqiptar, e një New Yorku, Brooklyni, kur transporton para. Këta një, ne i kemi foto të gjitha ku hynë ai ku del, për çdo gjë që bën. Hiqet ka një parti të quajtur Partia Republikane, vetë kryetar, vetë sekretar, vetë antar, por aman, Berisha e mban mbrapa, tamam si o gic, e bën deputet gjithmonë. Po ja unë po e them me dyut, ambasada amerikane, edhe ballës, që të dy hajdutve, që të dyve shok të ngushtë, janë një familje, janë një fis, një rac. Po a them, ambasada amerikane dashur shqiptar, doli pardije, më darkë, tha ato që unë kam thënë më para një javë. Ka thënë tekstualisht shumë. I lajmëroi në shtetësit amerikanë, çdo në shtet që është amerikan. I lajmëroi që keni kujdes. Në vendet më kryesore, në vendet ku është popullata, në për dyqanet e mëdha, në për restorantat high class, në çdo vend, lajmëroi qytetarët e tij që të mos shkojnë në këto vende për arsye se Irani mundet të bëjë terrorizëm. Shqiptarët e mi. Ambasada nuk tha për shqiptarët. Ambasada tha për amerikanët në shtetës amerikanë. Po shqiptarët e mi, ky Mediu, me gjithë partinë e Sali Berishës, ky ballë, ky fytyrë e ballës, që deri dje kur erdhi në Tiranë, opingat e tij ishin me 10 kuq nga Librazhi. U bë deputet me vila, me hotele, flet si bilbil, se pengon njeri. Po i them që të dyve. Irani, vërtet e ka përmend disa muaj, që edhe ka punë me një shtet të vogël. Po ja, ta themun cili ishte ai shtet dhe përse. Këta të dashur shqiptar e përzon ambasadën e Iranit, të dyja partit, edhe ai Mediu ka firmosur. E përzon për interes, mendonin se po ta përzejmë Iranin, janë terrorista, do na përkraj shteti Amerikan. Të dashur shqiptar, terrorist nuk është vetëm Irani. Terrorist ka dhe në Amerikë. Terrorist ka në çdo vend. Në Kinë, kudo. Terrorist quhen ata njerëz që ngrihen dhe vrasin për interesat personale apo për të parë në televizor. Terroristë dashur shqiptar nuk janë muslimanët. Tini të bindur. Ja kush është terrorist në botë. Rënja e murit të Berlinit, 89. Komunistët e lindjes, inklud dhe Shqipëria, Rumania, Polonia, Çekoslovakia, Serbia, të gjithë shtetet e lindjes komuniste, Rusia. Me rënien e murit të Berlinit u prish qerdhja e komunizmit. Të gjithë këto të lindjes u kthejnë në terrorizëm. Këta janë kthyer në terrorizëm. Këta quhen terrorizëm.
vetëm e vetëm për të bërë para, lek, për veten e tyre. Por mos harroni shqiptarët e mi, mbasi i përzin ambasadën para disa ditëve, ka një javë ca, Partia e Ballës së bashku me Edi Ramën, mbasi u kthye nga Izraeli Rama, i mblodhi të gjithë ata këlyshët e tij, ata shqip folsit, ambasadora që i quajnë, i mblodhi edhe nga ambasadat, i mblodhi deputetët, dhe doli me rezultat kundra Iranit, e caktovi Iran shtet dhe popull terrorist. Të njëjtën, ai Fatmiri me Diu, së bashku me Berishën, u mblodh jo në parlament, por në vilat që i kanë blokuar dhe e kanë marrë tjetrit pa para, në atë zyrë, ku s'paguajnë as dritë as ujë. Po ashtu, edhe Fatmir me Diu s'paguan asgjë. Paguan me parat e taksave të shqiptarëve. U mblodh dhe PD dhe e caktovi Iran terrorist, të njëjtën si Edi Rama. O shqiptarët e mi, Irani që ka punë me tipat e Mediut, ka punë me tipat e Ballës, ka punë me ata 140 që votuan dhe e caktuan Iranin terrorizm për hatrin e tyre të Izraelit. Sepse Edi Rama kur vajti në Izrael, u bë qifut. Vete në Romë, bëhet me papën. Vete në muslimanët, kur japën zinxhira floriri, bëhet musliman. Të gjitha dashur shqiptar janë soj e sorrollop, njerëzit më të ulët që ka patur histori e Shqipërisë. Unë nuk do thoshe gjë, për atë nuk do një ta zinje në gojë Fatmir Medin, se e quaj kur e ngre, a ishtë njëri ulët, por me qenë se e pashë në televizor para disa minutave, dhe fliste si bilbil që unë ndihmoj Shqipërinë, unë vete dhe qaj hall në Kongres. O shqiptarët e mi, Mediu e si Mediu, vjen vetëm për të shpërnë para. Shumë shpejt, pavarësisht e Gërdec i vravi 26 veta. Ishte ministër, e unë thot, jam dënuar, thot, jo për vrasje, për vrasje, por ai gjyqtari tënd, edhe ai prokurori, do të ndryshoj gjuhën për ndryshe ai prokuror, ai gjyqtar, që janë vëra 26 veta, që e anullojnë gjyqin, e thonë Mediu ka shkuar në Amerikë se e kërkon Amerika. Ja po a them unë me kompetencë. Amerika si punë e Mediut, si puna e Edi Ramës, e të tjerve, ajo e përdor letë regionike. Këto fytyra, me mashtrime që kanë mashtruar shqiptarët për 35 vjetë. Mediu, vilat që i ka, e në Itali, e ka kthyer dhe mbiemrin kur e zur me droga. Pra, por këta s'kan përgje akoma, se çdo ndodhi, se këta tallen si balla, edhe ky janë të një kategorie, po bën skurziren dhe bashk shkojnë kudo. Pra shqiptarët e mi, mos e vini veshin këtyre. Irani, unë ishe para të kohë, u largova nga Tirana, me mision, jo si parti, me mision, për ta gjetur realitetin, Irani kur se godet Shqipërinë. Po, problemet e ka. Problemet i ka me deputetët që e bën terrorist, popullin e Iranit, dhe që mbrojnë ata 3.000 veta që janë në Durrës. Ja pra, ky Mediu i pranovi.
ata janë kriminalë. Ata duhet shkonin një orë më parë t'i përzinin për të detit, të largohen nga toke e Shqipërisë. Aty e ka fajin 2 persona, një e quajtur Sali Berisha dhe tjetri i quajtur Edi Rama, që i kam mbajtur për interes, demek për interes të Izraelit. Të dashur shqiptar, ne s'na intereson fare se që bëhet në përbot. Mua më intereson toka e Shqipërisë. Mua më interesojnë shqiptarët e mi që kanë 35 vjet në hidhërim, që kanë 35 vjet nënat kanë vënë shamit e zezë. Nuk i din ku i ka bind e tyre. Mua më intereson se shqiptari kur vete në Greqi, shkon me trup të rregull, kthehet pa kokë. Shkon në rregull, arrestohet dhe është në burg në Greqi. Mua më intereson, dashur shqiptarët e mi, që mos jenë në përburjet, është mbushur në Ingliterë, plot me shqiptar. Në Itali, plot e përplot me shqiptar. Në Francë, me çdo vend të dashur shqiptar. Ata janë shqiptar, ata janë kundra këtyre mizave të kalit. Ata janë intelektual, janë burgosur për hatrin e tipit të Mediut, për hatrin e tipit të Ballës, e të Saliut, e të Edi Ramës. Por këtyre u erdhi fundi, dashur shqiptar. Këta janë plirat e plirave. Këta nuk kanë vend më në tokën e Shqipërisë. Vendi i tyre është të lidhur këmbë e duar dhe të punojnë qilizm, të pastrojnë rrugët e Shqipërisë, të pastrojnë llumin që ja kanë hedhur shqiptarëve. Këta janë këta. Ambasada e Amerikës këtu, që e përmendi gjithmonë këta, pa marrësi se thonë skene, brapa skene, talën Amerikën. Këta, ambasada që është e shqiptarëve. Është 97% të shqiptarëve. Unë që jam këtu, që po flas ju, unë jam 100% shqiptar, e mi për mi. Unë jam Amerikan, se stërgjyshit tim, stërgjyshit tuaj, që po më dëgjoni, kanë qenë në Amerikë. Për 200-300 vjetë, nga Korça, nga Gjirokastër, nga Shkodra, kanë qenë në Amerikë, kanë bërë tregti, kanë erdhur, kanë marrë pasuri, e kanë blerë pasurin nga shteti. Atë pasuri që blenë, stërgjyshët tuaj, babalarët tuaj, këta rrugaq i kanë marrë. Tipat e Mediut, tipat e Ballës, tipat e Edi Ramës, tipat e Saliut. I kanë marrë pasurit tuaja, i kanë shitur në Serbët, i kanë shitur në Grekët, i kanë shitur në Francezët, në Englezët, në Italianët, në Bullgarët, në Rumunët, s'kanë në vend të pashitur. Tokat e shqiptarëve që i kanë blerë, që kanë punuar në mërgim me shekuj, kurse këta ishën pa brek, më falni për shprehjen, këta ishën pa brek ka 35 vjetë, brek të tyre i kanë bërë për floriri, dhemët e tyre i kanë flori, kostume nga $1.000-2.000, kollari u takon nga $2.000, makinat të zeza, me e lira, është $200.000, vila, apo jonë, more Fatmir Mediu. Atë vilin që e ke në Milano, e kontrollon që nga Tirana të ftotin dhe të nxetin, kurse shqiptarët e mi nuk kanë puk të hanë, kurse me shqiptarët e mi tallesh në për televizor, që se ke ditur çdo thot kostum, i ndërron kostumet për ditë, nga i gjenë parat, ku i ke gjetur, me zure dhe në gojë Gjulianin. Unë kam foton me Gjulianin e me ty, para 2-3 vjetër kër edhe këtu, edhe i dhatë $2 milion. E nga truat Gjulianin, tu a them shqiptarëve Gjuliani, ka qenë kryetari i bashkisë të New Yorkut, ka qenë prokurori i përgjithshëm i New Yorkut, por kur erdhi, doli me Fatmir në foto, me Lulzim Bashën, me ata të quajtur të PD-s, dhe kur iku me $2 milion. A pra Fatmir, ti e. Pra ne i dim
Ne di me lëvizjet më të vogla, ju jeni shkaktar që keni shkatruar kombin e Shqipërisë. Po si mund të harrohet Gërdeci? Kur nëna e shkret vjen nga Gërdeci, vjen e lodhur për të birin, e veshur me zeza, nuk ka buk të haj, se ja shkatruat edhe shtëpin, edhe tallin, amor gjyqtar, që ke anulluar 1000 herë, bashkë me prokurorin, do mbani përgjesi penale, personale, shumë shpejt, jo vetëm ti gjyqtar, po dhe shumë gjyqtarët që po e pengojnë 20 janari, gjyqtarët e prokurorët, që dalën në televizor kanë qenë prokuror dhe bejnë para në për televizor për spionazh, që penguan 21 janari. Pra 20 janari është gati për të gjykuar. Në 97 është gati për të gjykuar. Janë me qindra dhe me mira njerëz që do arrestohen. Piramidat që e shkatruat Shqipërinë, naftën që i dhanë Serbisë, apo jo më me di. E ke kohë që je deputet, që ti as merr vesh fare nga deputeti, as e nje politikën fare, as e nje as një në Amerikë. Ja po ta them unë, thuaj me ke senator në Amerikë, sa të thuash, brenda 24 ore senatori në Amerikë arrestohet, që e dofta i ke dhe në para. Thuaj me ke senator, thuaj me ke kongresjet takuar. Thuaj, dilë në televizor, e thuaj jam takuar me filan kongres, brenda 24 ore arrestohet kongresi në Amerikë. Për 24 orë arrestohet senatori. Ashtu ja bët e Gjulianit, sa u kthe i vun hekurat, sa sot ka qenë një nga avukatët më të mirë të Amerikës, sot rri rrugëve të botës, pa punë. E pra, të dashur shqiptar, këta minutat e fundit, arritën, gjithë shqiptarët e din qytetin e Durrësit, dhe mbi Durrësin kodrën e Durrësit, aty ku ka qenë një vil e ish mbretit Zok. Ajo vil, të dashur shqiptar, kanë arritur me firmën Edi Ramës, me firmën e të dy partive, më datën 20 janar të 2026. E firmosën për t'ja dhënë një kompanie, Rai Film Group, për të bërë pallate. Shqiptarët e mi, këta po shkatërrojnë simbolet. Ajo ka një histori, ajo vila, s'është nevoja ta shpjegoj sot. Ajo ka një histori të veçantë. Çdo vilë që është bërë në kohën e mbretit Zok, çdo gjë që është ndërtuar, këta duan ta leminojnë. I shesën se kur janë të tyre. Këto janë tokat, pronat kombëtare. Këta i kanë shitur pronat e privatëve. Këta kanë shitur dhe pronat kombëtare. Shumë ministrat e Edi Ramës, të Gjirokastrës, të rretheve, nuk po i ze emrat. Unë nesër do t'i ze emrat e ministrave, që kanë shitur dhe kalat dhe muzeunit më të vjetër, historik, që të tregojnë që Shqipëria është me mira e me mira vjetë. Të dashur shqiptar, këta kanë arritur këto ditë vetëm rrëzojnë, që e din që e përfunduan, që planin e kishin, ashtu si që bem, ashtu t'i rrëzojnë. Ashtu t'i lem pa fabrika, ashtu t'i lem pa vreshta, ashtu t'i lem pa perime, pa drith, pa bujësi, pa blegtori. T'i lem të ngordhën shqiptarë. Këta nuk janë shqiptarë, dashur shqiptarë. Unë nuk kam thënë, këta janë shqipfolës. Këta ka ngatruar dhe Kosovën. E Kosova ka problem. Nga këta vjen, nga Tirana. Shqiptarët e mi, erdhi koha e realitetit. Erdhi koha e juaj. Mos e kuptoni që unë them e jani. Unë them e jani që të zini vende.
mja ndejnë rrugaqëria. Unë nuk jam gati, që të gjithë më thonë, po a shpegoj dashur shqiptar, unë do jem gati kur të vinë shumë intelektual. Nuk duhet një, vetëm qeveria shteti, mbas kryeministrisë do bëhet me president, me zgjedhje të lira që s'kan zgjedhur asnjëherë për 85 vjet, si në kohën e komunizmit, që ishte vetëm një kuti, do të hitjen që s'bën atje. E dilte 97% gjoja. Të njëjtën dhe për 35 vjet. Votën që keni hedhur ju ka shkuar në lanë o në shkumbin. Ajo është programi. Njëherë PD-ja e quajtur, njëherë PS-ja. Të dy pjellat e bolshevikëve. Ajo PD-ja është Fronti Demokratik. PS-ja është Partia Komuniste. Shqiptarët e mi, çfarë nuk u kanë bërë ju për 35 vjet? Nuk e ka fajin. Spaku paguhet nga Amerika. Spaku po më dëgjon me vëmendje. Byroja kombëtare paguhet nga Amerika. Drejtori i policisë u bë i ri, djalë i ri. 40 vjeç djalë. Ka punuar 20 e ca vjet në polici. E mbajti edhe fjalën dhe tha, pavarësisht se e prishi, kur tha kryeministri Edi Rama. E di, o shqiptar, Edi Rama është pe kartoni. Ai ishte Edi Rama që kur erdhi në aeroportin e Rinasit me sandale gjysma, me brek të shkurtër. Ai ish pra. Atë nuk e mbajnë ju që jeni në gjumë. E mbani ju dashur shqiptar. Ngreuni pra. Ngreuni ku erdhi koha. E mbani ju shqiptarët e mi. Nuk e mbajnë të tjerët. Po e mbani ju. E janë sa më parë. E thash më parë. 2 sekonda më parë. Unë nuk jam gati. Unë po t'jem gati nesër. Shkoj në zyra, as pyes as Edi Ramën, as Sali Berishën, këta u mungon vetëm litari t'jejë zvarë. Por, unë dua që intelektual të vinë sa më parë. Ne e qeverinë e kemi krijuar, kryeministrit, jam këtu, po flas para jush. Unë flas si misioner. Unë flas 50 e ca vjet në Amerikë. Unë jam dikushi. Unë nuk jam si këta kërkushi. Ka qenë gjys të gjyshi, jam dikushi. Kam patur dhe jam, kur në jetën time s'ka marrë urdhër, por jap. Se di se qa bëj. Di se ku jam. Unë nuk kam thënë shqiptarve, edhe këtyre plirave që janë bërë për qeveri 35 vjet. Pilin që është në Amerikë, është në Evropë, është në lindje, është në perëndim, është në Kosovë, Maqedoni, sot më erdhi përsëri një delegacion nga Maqedonia. E duan Shqipërinë të bashkuar, do të bëjmë. Vërtet kjo lufta është e hidhur, po jo për ne. Nga njëherë, kur bëhet hasmi, tjetri gëzohet. Të njëjtën po ndodh. Kjo lufta e tretë është e hidhur për Evropën. Pavarësisht se ka filluar në lindjen e mesme, po do shpërthejë në Evropë, po jo në Shqipëri. Ande bëhet lufta, këte bëhet dasmë. Këtu bëhet Shqipëria me kufi natyrore. Ka marrë fond të prerë. Por dasma ka rregull. Kur vinë në dasmë, që të gjithë më thonë, po Pilinçi, kur të vesh ti në qeveri, ne jemi gati për karrike. Po këta persona, as do arrin do të vënë në karrike. Sepse trimi, patrioti, shqiptari, njihet në ditë të hidhura. Shqipëria është në ditë të hidhura. Ka arritur koha shqiptarët e mi
që ti thoni ignorantëve, largohu nga karrikja, që e ka mu radhën. Pra, radha e patriotëve, e trimave që janë vrarë me sërbët, me shekuj, me grekët, me italianët, me francezët luftë e parë botërore, janë vrarë, dhe akoma nuk dihet ku janë eshtrat e tyre. Fëmijët e tyre, stërnipat e tyre, u burgosën, u vranë, çfarë nuk bëri komunizmi, e vrau tërverin, e futi në hasë me njeri tjetrin. Ashtu e ka programin komunizmi, organizo për shkatërim. Të njëjtën 35 vjetë, organizo për shkatërim, dënoje intelektualin, largoje, pra shqiptarët e mi. U ka ardhur koha sot, intelektualet duhet të ngrihen, e t'i thonë Ballës, Mediu, Berishës, Edi Ramës, këtyre këlyshëve, që shkatruan Shqipërinë, të thonë, se keni vendin ju për karrike, e kemi ne, ju e keni vendin për në burg, të lidhur me zinxhira, edhe të punoni, që të shohin e fëmijët e fëmijëve, se çfarë kanë bërë këta për 35 vjetë. Arrin, rrëzojnë vilin e mbretit Zok. Ajo ka një histori. Kalat e Shqipërisë kanë një histori, që janë cop, nuk i rregullojnë qëllimisht për të humbur gjyrmën e historisë të Shqipërisë. Historia e Shqipërisë të dashur shqiptar është me anë e skulpturave, me anë e piktorit, art, me anë e muzikës, kurse në Shqipëri ka 35 vjetë që mungon arti, që mungon skulptura, që mungon muzika, por vejnë në përdasmat, kërcejnë e bejnë. Kam kohë që i ftoj fëmijët e Çamërisë, nuk vinë. I ftoj këngëtarët e Çamërisë që këndojnë në përdasma. Po, mbajni mend, të gjithë ju që këndoni dhe nuk i thoni popullit shqiptar historinë e Çamërisë, dohet dëm i madh për ju. Piktorët, artistët, nuk paguen ditën që ne bëjmë shtetin e ri, do quhet shteti i ri në historinë e kombit shqiptar. Piktorët, skulptorët, këngëtorët që këndojnë këngë patriotike, do shpërblehen me një fond të veçantë, që të tregojnë historinë e Shqipërisë, që të tregojnë edhe 35 vjetë, të tregojnë edhe 46 vjetë të regjimit komunist, si punonin shqiptarët, si punonin si slevër, punonin për kooperativat, me bukthat, ta tregoj piktura, ta tregoj realitetin. Kjo do të ngelet e në shekujt e ardhshme. Kjo do bëjmë të parën. Shteti i ri. Të parën do bëj pensionin, që t'i ngrej pensionin të paktën $600. Policin të paktën 1200 më 2 javë. Artistat, fondet të veçantë, skulptorëve, piktorëve, që t'jenë të gëzuar, të uqeshi buza njerë, ta bin piktorët, edhe artistët e mirë, këngëtorët, janë pa punë, sepse pranoj këngë si në Top Channel, atë Big Brother, kanë hapur e një tjetër. Pra, këto do leminohen. Këto nuk do të ekzistojnë në tokën e Shqipërisë. Nuk do ekzistojnë që bëjnë gallat në për televizor tallen me fukarent e Shqipërisë. Kurse vetë janë bërë si gic në për televizor, tallen, mbarën parat e spionazhit. Të dashur shqiptar, të më fali që ngretonin, por këta t'i lidhësh me zinxhira e t'i hej zvarr. Unë po them hapur, të dashur shqiptar, unë që i ri e kam thënë hapur, e jam i pari që jam izoluar në arest shtëpie, i matë në burg, tër familje e vrarë, tër ti në trenuar, edhe s'kam pyetur fare,
unë do një vdekjen një orë më parë. Por këta dojen të lumtur, ja po a them hapur shqiptar. Këta dojen të lumtur të shkojnë në burg këto ditë, se do shkojnë këto ditë. Do kem fat. Unë ditën që unë shkojnë në qeveri, nuk pyesëm më, po vetëm do kërkoj litar në përfshatarët. Amani, o vlezër, ne fshatar jemi të gjithë. Bëni litar, t'i heqëm zvarë, t'i bim gjyq popullor, ta kalojmë edhe atë të kanunit. Këta që kanë bërë ju, që race keqe. Këta bredhen për darka e për dreka Milano, Rom, vjen në Vatikan, e u thonë jemi katolik të Vatikanit. Vjen në muslimanët Arabi, jemi musliman. Raca me keqe që ekziston në tokën e Shqipërisë. Shqiptar, unë kam thënë dhe shkruani sa ka mundësi. Këta duan gjyq nga ju popullor. E dini vetë që keni hequr. I njifni më mirë se mua. Grehuni pra, zgjohuni. Zgjohuni bujk. Zgjohuni që jeni në përfshatrat e Myzeqes, që po hidhni perimet, po hidhni në kanal. Pash në televizor sot nga Devolli. E kështë bërë kavalet me patate të mrekullueshme. I hedha, do t'i hedha. Po s'kam vend ku i hedha. Që e dënojnë. Kjo është çështë që t'i bësh edhe kur i hedh të dënojnë, kjo është vrasja. Kjo është anti-shqiptare. I lenë qëllimisht t'i hedhën. Apo jo, ju bujqet ju kanë ftuar të Myzeqes të Lushnjës, që kanë qenë 8-9 ferma, Pluku, Qerma, Gradishti, Grabihani, Sabra, Gjaza, Kuini, u quajnë dhe fermerë, edhe tallen me ju, u kanë ftuar të vini gjithmonë, sepse ju duhet të bëni perime, fruta, zarzavate, drith, po u vjen drithi. A i shini të dashur shqiptar, se këni humbur ndjenjat e Shqipërisë, nga ushqimet jahani, nga llafet që benin për kafene, lartë e poshtë, zjenë kafenet e Shqipërisë, të Tiranis, të mbushur plot e për plot, mashtroni familjet, u mini dhe atë para, dove mbarë në bukë, këtheheni, pini kafe, pini e një teke, u mirën mend, bini në për bulevartet e Tiranës. Harroni nga keni erdhur? Keni erdhur nga Malësia, nga trimat e luftës, nga Mirdita, nga Dibra, nga Kuksi, nga Shkodra. Keni ardhur Tiranë për një ditë të mirë. Jeni futur tamam si në Kotec, në katin e 2 të 3 nga një dhomë. Keni në vendin më të bukur, keni lënë historinë, keni harruar eshtrat e patriotëve, eshtrat e gjyshve tuaj, të baballarëve tuaj, po vini pas këlyshve të dy partive anti-shqiptare. A i mendoni, a i shikoni pra, kur ata në demonstret ven me kapot nga $2.000, kurse ju me pantalonat të grisura. Vini për të pirë një kafe, turpi botës. Shqiptarës nuk e kanë bërë kështu. Ne ishin gjallë, prindrit tuaj, gjyshit, do të vrisin me dorën tuaj. Që ka patur një ligj, një rregull, një kanun, mblishin burrat dhe fjalët e atyre të parve, pe 1000 vjet, pe 100 vjet, pe 200 vjet, dalën sot realiteti. Gruni shqiptar, jemi një komp, jemi vëllezër, gruni pra shqiptarët e mi, kudo që jeni. E ani të zini vend punë. Nuk u kërkojnë për vota, që ju s'keni votuar kur. Po, do votoni kur të bëhet qeveria, kur të vejmë në zyrat. Pra të kam qëllim të bëhen zgjedhjet demokrate, realitet si në Amerikë. Të hedhësh, jo në kutit, po në kompjuter, të shtypësh butonin,
edhe këdo ti të zgjedhësh. Ta kesh pe fshati, ta kesh pe vendi, se edhe një bakti që e ke në shtëpi, nëse ti je në malësi e merr nga myzeqeja, a baktia ngorth, se nuk e një vendin, nuk e një barin, nuk e një historin, kurse ka 85 vjetë, e merr nga Shkodra e shtëpi e Korç, e merr nga Korça e shtëpi në myzeqe, kjo është bërë për të vrarë shqiptar. U ka erdhë koha. U kam thënë, kam Chelsin, kam Mashën, i kam të gjitha, për kombin tim, për Shqipërinë. Pilinçi nuk ka ardhë për vete, se për vete po e them hapur. E kam Terezi Pilinçi. Pa marrësi se deri dije kam qenë pa buk në për kampet e trenimin. Po unë e kam Terezi. Po unë kam erdhur, e dini pse? Me thënë troq, jo për ju të kafenes. Unë kam erdhur për amanetin e gjyshve, e strëgjyshve, jo të mi, të gjithë Shqipërisë, që ju çdo shtëpi, mendoni tani në këtë minutë, çdo shtëpi keni amanet nga prindrit. Mos më lerë të vdes në Tiranë, mos më lerë të vdes në Fier, po më shpjerë në toka e strëgjyshit tim. Ajo është me embël, ajo është me histori, ngelet, sepse varri, kur bëhet me një vend tjetër, nuk gjenden as kostkas, as nam, as nishan. Greuni pra, beuni burra, vishni pra pantalonat e burrave, jeni veshur, tamam, këta dua, këta duhet jenë në qeveri, këta duhet jenë në jurist, këta duhet jenë gjyqtar, këta shqiptar. E janë i pra, me qindra, 3 milione gjysmë janë, jashtë atë dheut. Jashtë atë dheut. E janë sa më parë. E janë që do jeni të lumtur, të zini vend, të shini këta shqip folës, këta mizat e kalit, të shini kur punojnë me këmbë të lidhura dhe me duam të lidhura. Nuk la pengon dot njerine. O dikush mund të thot nga këta ambasadorët, pisa, që na kanë vjedhur tokat e Shqipërisë, e mund të thonë, ne u hedhëm në gjyq në Agë, po kush pyet Agën? Aga bën një propagandë sërbe. Ashtu janë dhe 4 kosovarë, shqiptarët e mi, po do vinë shumë shpejt të kthehen në Kosovë. Nëse kam problem me popullin e vetë, ta gjykoj populli. Po aman jo, ta gjykoj Aga. Aga se shkurkushi. Amerika dashur shqiptar s'pyet as për Agë, as për gjithë. Amerika pyet për Amerikën dhe Shqipëria pyet për shqiptarët. Nëse ju shqiptarë nuk e doni Shqipërinë me kufi natyror, po ne nuk pyes, Pilinçi e ka bërë hartë. Hajde shkoni, jashtë në balkon, 4 metra me 3 metra. Është bërë harta. Harta para spakut ishte 4 me 4 të dashur shqiptarë. Le ta provojnë ambasadat e huaj, qa unë janë, se kanë shirë deri më sot me mizat e kalit. Janë bërë milionjerë, vinë ambasadorët pa brek, ben me brek, pe Floriri. Vinë ambasadorët nga vendet më të varfër, kapin nga një vilë në përkodrë. Vinë ambasadorët këtu dhe lamatitën dhe thonë, ajo është tregtia amerikane, jo shqiptarë. Po a them troq edhe hapur dhe me kompetencë 35 vjetë. Asnjë Amerikan nuk ka ardhur në tokën e Shqipërisë, se s'kan djerë siguri. Po, ditën që ne do vim me qindra dhe me mira, molto milionerë që t'i japën Shqipërisë, juve u kanë erë deri më sot, hajdutët, sërpët, grekët, u kanë erë këtu, pa para, e u kanë marë parate ju e që rini në kafene. Pra, shqiptarët e mi të më fali për zërin, por, si që thash, ka ardhur koha. Pilinçi po bën një sakrificë për jetën e tij. Edhe unë kam familje, fëmijë, vëllezër, i kam në gjendje të gjithë, sepse ditë punoj, sepse Amerika është toka e bekuar. Vjen njeriu pa sandale. Kur kam vajt në Amerikë, shqiptarët e mi ishe pa këpucë,
mi kanë marrë e mi kanë blerë shteti Amerikan sa zbrita në Itali. Ishe pa këpuc, me këmish, copa, dhe na ime, skelete, binte kur punonte. Vajta në Amerikë, u bëra njëri me shkollë, vëllezërit e mi tregtarët më të mirë në Amerikë. Është një shtet i bekuar, është një shtet që e do popullin, është një shtet që e do Shqipërinë, pavarësisht se disa kanë të drejtë. Ajo ambasada ime që është në rrugën e Elbasanit, ka të drejtë çdo njeri të marrë vizë për 10 vjet, sepse kur ne të shkojmë në presidencë të bëjmë, do ketë pasaport amerikane. Ajo është Amerika. Ashtu do të bëjmë këtu një Amerikë të vogël në zemër të Evropës. Natën e mirë, dashur bashkëdhetar shqiptar. Miru pafshim nesër pavarësisht se është e shtunë, por mund të shihemi e të shtunë si tjetë. Jam gatishmëri të popullit tim, të shqiptarëve të varfër. Jam kundra shqipfolësve, kundra spionëve, që çfarë s'kan bërë e në kohën e Enverit, fuste vllai vllain. Çfarë s'kan bërë tashi spionët e serbit, po mbarovi dashur. Nëse ju nuk vini, të bëni pishman. Unë njëri u ftoj me dorë në zemër, e jani për të zënë vend, për të bërë ambasador, e jani për të bërë 3 drejtorie e inteligjencës, kërkon njerëz intelektuale. Drejtorie e FBI do quhet FBI-a shqiptare. Inteligjenca do quhet këtu, e këtu dohet baza të dashur shqiptar për të mbrojtur kombin e bekuar të Amerikës, kombin e Shqipërisë. Rroft flamuri shqiptar me flamur amerikan. Rrofshin shqiptarët e mi 97% poshtë mbeturinat, mizat e kalit. Natën e mirë vëllezër, më falni, u kërkoj falje se dofta e teprova që po flas. Por çfarë të bëj? Kur ta marrëm qeverinë, do të shohim Pilinçin shumë mirë. Natën e mirë vëllezër, mos u mërzisni, ditët po vinë, mos u tremni nga Irani, nuk është për ju, është për mizat e kalit. Me këtë albisht doj.